Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët, të nderuara zonja dhe zotrinj. Vetëvendosja është një lëvizje politike në Kosovë, e cila ka bërë mjaft zhurmë për ekzistencën e saj në mbar rajonin, jo vetëm në Kosovë, në Shqipëri, por edhe në vendet e tjera të Ballkanit. Një nga arsyet e mënyrës sepse është komentuar, ndonjëherë edhe kritikuar ashpër vetëvendosja është fakti se shpeshherë mënyra se si ajo ka kundërshtuar vendimarrjet politike kanë qenë me revolta, me bojkot apo kujtoni dhe gazin lojëciellës në kuvendin e Kosovës. Por çfarë ka qenë realisht fjalët e vetëvendosjes, aksioni politik i vetëvendosjes që prej vitit të 2007, një dokumentar i veçantë që do ta ndjekim pjesë të këtij emisioni, do ta shfaqim dhe këtu, por dhe një analizë paraprake me të ftuarit nga vetëvendosja që i prezantoj pa humbur kohë. Kam të ftuar zonë Elvis Hoxha, aktivisti vetëvendosje, nuk donin asnjë prezantim tjetër, aktivisti vetëvendosje mjafton. Është i ftuar zoti Hysen Dërmishi, faleminderit që ndodhesh këtu, aktivisti vetëvendosje gjithashtu që vjen nga komuna e Prishtinës. Është i ftuar profesor Hysamedin Feraj, politolog, aktivisti vetëvendosjes, dhe Bashkim Rodoni, kompozitor që ka bërë dhe kolonën zanore të dokumentarit Fjalët e vetëvendosjes, për cilin do ta shfaqim pak më pak. Elvis, çfarë ishte, pse vendoset për një dokumentar ta tregonit rrugtimin e vetëvendosjes? Ishin 10 vjet aktivitet shumë i dëndur. Aq i dëndur sa duhet ta them këtë nga ana e çdo shqiptari të Tiranës kryesisht, me që i takoj shpesh janë miqtë e mi këtu, jeta ime është në Tiranë, nuk e kanë fare parasysh se çdo të thotë jeta e vetëvendosjes. Më ka ndodhur shpesh që kur shkojnë atje dhe e preshojnë 24 orë të ditës vetëvendosjes, janë të habitur me sasinë e punëve, me gamën e aktivitetit, me cilësinë e pjesëmarrjes. Dhe kjo është një diferencë shumë e madhe mes nesh dhe tyre. Po, dokumentari pra u bë për arsye të një lloj reflektimi mbi vetë aktivizmin politik, që vetëvendosja ka shumë të gjetur, mbi gjerësinë e temave që përshkruajnë shoqërinë shqiptare, e cila është e mbi ngarkuar në keq strukturim, në degradim mendor, politik. Dhe vetëvendosja duhet si lëvizje duhet mbështjell të gjitha linjat potencialet e mundshme të aktivizmit social, politik, urban, gjitha këto duhet i mbuloj. Në kuptim duhet. Duhet sepse ta themi sot, lëvizja vetëvendosjes si çdo organizëm politik, si çdo organizat politike nuk lind nga një lloj qëllimësie tepruar mbi njerëzimin. Është gjendja njerëzore që prodhon forma të aktivizmit. Dhe këtu mpikset vetëvendosja. Ne mund të kemi parti të cilat ekzistojnë kot, pa ndonjë arsye. Do ta themi sot që për shembull LDK-ja në Kosovë ka humbur që kuptimsin, nuk dihet më pse ekziston, sepse është partia e dytë më e votuar. Ajo mund të jetë e dyta, mund të jetë e para, mund të jetë budallëku i njerëzve që e mbajnë gjallë atë lloj strukture, por jeta njerëzore është e tillë që disa forma politike mund të mbajë edhe në formën e atrofizuar ende, dhe ka forma tjera të cilat ne i mbajmë të ndryllura dhe nuk duam t'i shfaqim. Në këtë kuadër vetëvendosja kishte një lloj 10 vjeçari shumë aktivizmi të mirë që duhet shfaqur. Ky film është bërë për 10 vjetorin, ne tani ishim në 11 vjetor. Kështu që mund të jepë disi një linjë skenariale, montazh, kryesisht montazh që të përmbledhte momentet e thyrjeve të mëdha mes vetëvendosjes dhe formave kryesisht policore të regjimit ose shkatrimeve nga ekzekutivi të formave kushtetuese të shoqërisë ose të shtetit të Kosovës. Zoti Dërmishi, në këtë 10 vjeçar rrugtim të vetëvendosjes, aksionet e saj kanë qenë ndonjëherë në kuptimin, jo se jeni penduar, por kanë qenë ndonjëherë të sfiduara nga mendimet ndryshe, keni marrë parasysh ato? Faleminderit për ftesën. Ka pas shumë kritika, por asnjëherë kritikat nuk kanë qenë të bazuara, për shkak se çdo aktivitet politik që ne e kemi bërë, çdo aksion politik që e kemi bërë, edhe e kemi sqaruar përmes komunikatave qëllimin e atij aksioni, ato kanë qenë kryesisht të orientuara kundër projekteve shumë të dëmshme që kanë qenë për Kosovën, dhe nëse dikujt ndonjë aksion joni ndonjëherë ju ka duk pak më radikal se sa duhet ta kuptojnë së pari qëllimin e këtij aksioni dhe dëmet e mëdha
që bëhen për vendin tonë prej këtyre projekteve shumë të dëmshme që ju kanë servu Kosovës. Ka qenë e vetmja mënyrë për të bërë, për dhënë qëndrimit tuaj, ka qenë rebelimi, protesta, dalja në rrugë? Po, pa tjetër që ka qenë, të më thonë, njëra nga mënyrat se ta marrim për shembull hudhjen e gazit lotësielës në kuvendin e Kosovës. Sikur se të mos hudhej gazi lotësielës, ne nuk do të mund të gjenim mënyrë tjetër për të larguar deputetët nga salla në mënyrë që të mos votojnë për projekte dëmshme për Kosovën, siç janë demarkacioni me Malin e Zi, ose Zajednica, ose bashkësia komuna me shumicë serbe. Pra duhet të ndërmerrnim veprime të tilla edhe për sensibilizimin e opinionit me dëmet që shkaktojnë këto marrëveshje, po në të njëjtën kohë edhe ta pamundsonim veprimin e deputetëve që ishin atje në kuvend, të cilët thjesht nuk votonin, ata deputetë të opozitës aty nuk votonin sipas bindjeve të tyre, por gjithmonë votojnë sipas urdhrave që ju vinë nga lart. Zoti Feraj, në këtë bilanc, le të themi, të fjalëve të vetëvendosjes, a janë dëgjuar aq sa duhet, aq sa do kishin dashur ju si vetëvendosje të ishin dëgjuar fjalët e vetëvendosjes? Jo, unë nuk mendoj se janë dëgjuar aq sa duhet. Duan ka ende pjesë të gjëra të popullsisë, të cilat do duhet ishin shumë më të vëmendshëm dhe më dëgjues ndaj shqetësimeve që ngrej vetëvendosje edhe ndaj zgjidhjeve që jep. Prandaj në këtë kuptim ka vend ende që fjalët e vetëvendosjes të dëgjohen. Ma merr mendja se filmi në vijim ka shumë për të thënë dhe se i përmbam një mendimi që kam më të përgjithësuar për te kontekstit të vetëvendosjes që ne përgjithsisht jemi një popull që kemi gojë, do anë gjithë shka thuhet, por një popull që nuk kemi shumë vesh për dëgjuar. Prandaj në këtë kuptim them që ne mungesën e veshit duhet ta kompensojmë sepse të dëgjuarit është një nga cilësitë që mund ta ndihmojë shumë një individ ose një kolektivitet për të zgjidhur problemet në të cilat është mbërthyer. Ka kontribuar vetëvendosje në këtë dëgjim? Kam përshtypjen se pikërisht ajo zhurmë e madhe që ju përmendët dhe mjeteve që ka përdorur kanë bërë edhe vesh që janë mbyllur nga një herë qëllimshëm të depërtohen nga fjala e vetëvendosjes. Dhe ky depërtim ka bërë që asaj të bashkohen se cilën herë më shumë njerëz, pikërisht sepse kanë dëgjuar. Kanë marrë mundimin të dëgjojnë, sepse dëgjimi na duket një gjë shumë e vështirë, edhe mezi durojmë të dëgjojmë tjetrin e të mos flasim vetë dhe të ndërpresim, kështu që në këtë kuptim rritja e madhe që ka ardhur në vite e vetëvendosjes në antarësim dhe në mbështetje, në votim, në të gjim, ma merr mendja se po është dëgjuar, ka bërë efektin e vetë. Dhe në një dekadë jetë të vetëvendosjes, jeni aty ku keni pasur pritshmërinë se do t'ishit, apo më mirë, më keq? Nga njëherë mendoj se është përputhje më pritshmëritë, sepse në fillimet e veta vetëvendosja ka qenë një grup shumë i vogël personash, si thuash, vetëvendosës. Në 10 vjet ajo tani llogaritet jetë forcë e dytë ose ndoshta e parë sipas sondazheve të fundit që po bëhen. Po e kam dëgjuar këtë, është reale vërtet që mund të jetë forcë e parë sipas sondazheve të vetëvendosjes apo jo, nuk janë sondazhe të vetëvendosjes, pavarura? disa madje janë bërë nga të mbështetur nga USAID, nga organizata ndërkombëtare që i bëjnë për qëllimet e tyre, për të testuar opinionin, edhe ato janë shumë domethënëse në këtë drejtim. Bashkim, vija muzikore e një dokumentarit të tillë, ishte e vështirë? Për hir të vërtetës ka ardhe natyrshme, por ngjarja, domethënë që unë mora pjesë në këtë film ishte prapë ngjarje, sepse unë pata rastin të rinë në Prishtinë për një kohë gjatë, duke punuar për albumin, për këtë album, 2 vjet kam punuar për këtë album me muzikantë nga Prishtina, kështu që pata rastin të jem në Prishtinë, të ndjek nga afër, të shikoj nga afër edhe aktivitetet e lëvizjes, po mbi të gjitha të takoj njerëzit e lëvizjes, që është impresionuese, po janë me mira të rinj, të cilët kanë mendim përbashkët, vullnet përbashkët dhe një farë mënyre ishin më e afërta aktivitetit qytetar
me atë çfarë unë shikoj si tek vetja ime, atë çfarë unë do dëshiroja për veten time si qytetar. Dhe mund të them që frymëzohemi nga është një njëjti frymëzim. I njëjti frymëzim që unë kam për muzikën, është një njëjti frymëzim që këta aktivistë kanë për lëvizjen dhe performanca atyre është impresionuese. Kështu që isha ndjehem i nderuar që më ftun, që më bën këtë ftesë për përdor muzikën time në këtë dokumentar. Dhe mendoj që është shumë e rëndësishme që bashkëpunimi me këtë frymë dhe bashkangjitja kësaj fryme i takon mirëfillit çdo shqiptari. Unë ndjehem një ndër ta. Çfarë gjinie muzikore ka aty më shumë? Rebel? Muzika është rock. Nuk është melodi e ëmbël, besoj. Jo, nuk do thoja që nuk ka melodi të ëmbël, sepse një element shumë i rëndësishëm tek muzikën time, të paktën unë mendoj që është folklori, është ritmi i vallës tonë të veriut edhe polifonia e jugut që janë shumë të rëndësishme për mu, edhe në muzikën time, kështu që është melodia, po mbi të gjitha dhe më e rëndësishme mendoj që është teksti. Teksti i këngëve janë të rëndësishme. Kush e ka shkruar tekstin? Tekstet është një këngë e krijuar me tekstin e Migjenit, që është Balat qytetëse, poezia e famshme e Migjenit, është një këngë me tekstin e Martin Camajt, Drek Malsori, që në fakt është edhe pjesë është e kolonës zanore të filmit. Ka bashkëpunim me Krenar Zeinon për një nga tekstet dhe pjesa tjetër e teksteve është bashkëpunim me Smeja dhe Elvisit, që kemi punu këto 2 vite me gjithë përkufizimin, qoftë gjusor edhe poetik të albumit, i cilin vetë e kemi konsideru si një vepër, që është vepër gjusore dhe melodike, po ka këtë frymë. E kuptoj. Si thatë notat me fjalë? Fjalët me nota? Si arritët të hidhni? Natyrisht që kompozimet ndoshta më të mira janë të ardhura, fraza e fton muzikën. Do thotë, kur flasim për muzikë që quhet përgjithsisht e lehtë, por nuk është mirë ta quajmë e lehtë, se muzika e lehtë është pa aq e rëndësishme sa opera, është kryesisht fjala që e nxit imagjinatën e muzikantit, është ai që e kthen fonemën në një lloj note. Kështu kam idenë që tek albumi Kimit, përveç faktit që Kimi kishte tashmë motive, i dispononte motivet, gjithë rregullimi i motive ka ardhur nga pesha e fjalës. Duke qenë se u zgjollën autorë si Migjeni, Martin Camaj, Krenar Zeino, do thotë pesha tashmë... Autor dramatik gjithashtu. Po, është shqipja më e kualifikuar, po theme, shqipja me fonemën më të shinjuar. Prandaj edhe në rastin e vetëvendosjes, Kimi thotë që atë ritëm që gjeja brenda muzikës sime e shikoja se si aktivisti e gjende brenda lëvizjes vetëvendosit, do thotë sheh një lloj ritmike, një lloj bashkëpunimi mes çfarë thuhet dhe çfarë bëhet. Ta ndikim dokumentarin, sepse vërtet u bën kurioz besoj edhe teleshikuesit. Është në 2 pjesë, është rreth 52 minuta, më pas do të rikthehemi në panel për të vazhduar debatin mbi dokumentarin, por edhe mbi gjitha mbi vetëvendosjen. Ata bojnë pazare, ne bojnë demonstrata. Ata kanë klient, ne jemi qytetarë. Ata janë pronar, ne jemi prodhues. Ata janë zaptues, ne jemi shlirues. Ata janë imitues, na jemi kryues. Ata kanë lojrat fotit, ne jemi foti që nuk luan. Ata duan feude, ne duan republik. Ata duan privatin, na e duan publikin. Ata janë materialista, ne jemi idealista. Ata kanë gjipa, ne duan trotuare. Ata kanë vlezër e kushëri, ne kemi shoqe e shok. Ata kanë gurthyes, ne kemi libra. Ata duan heshtje, ne jemi zëri. Ata kanë parti që ndeci, ne jemi lëvizja që eci. Ata duan të friksojnë,
ne gjithmonë gëzojmë. Prandaj ata do të humbin e ne do të fitojmë. Faleminderit shumë. Sonte Prishtinën ja u kthym juve. Jena me festu kur fëmijët të për shkolla kanë qa me hongër. Ai individ që nuk e ka rrezikuar jetën e vet, mund të pranohet si person, por ende nuk e ka arritur vërtetën e këtij pranimi si vetvedije e pavarur. Këto fjalë i ka shkruar një filozof para më shumë se 200 vitesh për të gjithë ata që e kanë vendosur lirinë përpara jetës. Dëshmorët jo vetëm që e rrezikojnë jetën, ata e japin atë. Filozofi ka shkruar për ta përpara se ata të lindnin. Shtrohet pyetja si është e mundur një gjë e tillë kur ata nuk janë njohur mes vete. Kjo është e mundur sepse ata janë universal. Por universalitetin koha është iluzioni i domosdoshëm i ne vdektarëve. Ne jemi të veçantë dhe për ne nuk ka shkruar ende askush. Qënë e mirë ka kalon kalimtar që e shohin, jo dyqysh Mehmet, ajo punë që kalimtari nuk e sheh, as ka shkon, as ka vjen, çka ka. Që të janë 500 euro për sot, për qita.
populli barabartë me votën, po duhet të na mbajnë të penguar me të lidhur me kapisën në qafë e me pengesa në beton. Na kanë zonë rrugën e Kosovës. Që e fusë Sërbin, sa ma thellë në Kosovë, edhe sa ma gjënë në Kosovë, nuk mënet me dalë Kosova për i Serbisë. Prandaj, kur qëto institucione, nuk na imbrojnë interesat, nuk na përfaqësojnë vullnetin, e vetë një rrugë për neve me të që kjo që kemi zhjellë sot, pra rruga. Në këtë rrugën tonë, kena me pas shumë pengesa e vështërsi. Në mesin e tyne, edhe do polisë, si kur që ta qëtu që ka ndojë për para, e të cilve ja u kanë dhënë si rekvizit edhe maskat. A dini pse ju kanë dhënë maskat? Sepse jena në kute ndërkombëtar që kur po intervenujnë kundër vetëvendosjes, pishe babën televizore për rejtë të shpia. Për një rrugë 250 euro, 20 euro, këta intervenojnë kundër neve. Po unë e kom një porosi për ta, që buka pa dignitet s'ko që ka të vynë, se një jetë e ki. Më mirë është me qenë të hapur, kurizin drejt, edhe me popullin tonë. Sot është marrë në gjak, Krismal shumë dhe një burë. Sot është marrë një gjak, Krismal shumë dhe një burë. Sot është marrë një gjak, të në spatës rasht kau e prunë. Sot të në spatës rasht kau e prunë.
Sot është marrë një gjak Gjambura shtërbun Drektëm tha sot Zime nish në flak Dhe gjefir dhe kundit lisa të bar Në kodër rreth kryeze toke hanere vareze Sot ashtë marrë një gjak Përzime mish në flak Uqit janë ullë malesh prushin Shujnë në pru Burnisht mish në flak Malin vap Mendja e njeriut Gadit udh në gjak Mendja e njeriut Gadit udh në gjak Mendja e njeriut Gadit udh në gjak Policia ka tentuar të na tregojnë neve qytetarët e Kosovës se rruga i është pronë e saj, dhe ajo mund të bëjë çfarë dojmë me të, e jo qytetarët e Kosovës. Ne e konsiderojmë pikërisht të kundërtën, rruga është pronë e jona, edhe ne kemi drejt të ecim aty sa herë dojmë, nëse kemi dëshirë si individ apo në grupe 20.000 njerëz. Ne këtu sot betoni që nuk do të harrojmë gjokun e pive dhe pijave tona që dhanë jetën e tyre për një. Prandaj, me që kjo pako nuk e përmban vullnetin tonë politik, me që kjo pako kërkun nuk e përmban vullnetin politik të popullit shumicë të Kosovës, kurse vendin tonë e len peng Sërbis edhe peng 5% njerëzve mrena Kosovës, nga këtë pako do të shkatru. Sot u protestua kundër pakos së Ahtisarit që sipas lëvizjes vetëvendosje nuk përmbush kërkesat e popullit kosovar. Vetëvendosja me ngulm kundërshton këtë plan që sipas tyre parasheh etnitet territorial për pakicën serbe. Shpallja e 45 zonave mbrojtëse në kuadër të trashëgimisë kulturore për vetëvendosjen janë zona eksterritoriale që përcaktojnë trashëgiminë serbe dhe jo ato fetare ortodokse. Kordoni i forcave speciale të policisë u tërhosh duke mundësuar kalimin e lirë të protestuesve.
Njerëzit po vihen në funksion të pronës. Shitet prona dhe bashkë me të edhe njerëzit që punojnë në atë pronë. Çështja e parë është që me të përtrepshëm do të vendoset përmes një strategjie dhe ligjit veçantë këtu, për cilin nuk e di kur e binë, dha e binë në Kuvendin Republikës së Kosovës. Edhe çështja e dytë është që për ndërmarrje shoqërore si qeveria do me i bëjë ndërmarrje publike, duhet me marrë miratimin e komunave. Kjo bëhet drejt për së drejti me kërkesë të komunave me shumicë serbe dhe të listës serbe si u heqë në mënyrë që ata pastaj me kushtru çfarë do vendimit të qeverisë ose kuvendit me këtë drejt që po i garantohet me këtë ligj. Njëra pjesë e ndërmarrjes së ndarë në ndysh nga AKP-ja u dha për 2 milion euro, e pjesa tjetër për 5 milion euro, ndërkohë që sindikata e punëtorëve i referohet një raporti sipas të cilit vetëm vlera e 1000 aseteve të lutshme të cilat fare nuk janë regjistruar kap shumën për 93 milion marka gjermane. Privatizimi i këtij është nihilist ndaj prodhimit sepse ja mohon edhe vetë ekzistencën makinerive prodhuese. Akti kryesor i vlerësimit është ndarja e ndërmarrjes. Ndarja e ndërtesës administrative për fabrikës. Pra, ndërmarrja si trup ekonomik, së pari coptohet dhe mandej i shiten gjymtyrët por si një kufume. Na kemi për detyrë me liru hyrje, kështu që kisha kërkuar për juve në mënyrë të qetë na i lironi. Na kemi drejt me hik këtu brenda. Atëherë shumë mirë që ke ardhur, që kujt kisha lut heqë se na s'po mujna. S'po mujna heqë Allah hiqë se s'po mujna me Imrana. Ju më thon sa. Kena ftesa. Apo me ditë kush vendos? Dite na jena deputet. Vendos sa i lart që pe leka do deputet me hinë sons do jetë. Kush vendos? Jo, po kallzon ti se të vendos nga lart, kush është ta? 2 kilometra asfalt distribucioni, lek ta njerëz! Mos i rrah! Shkarë staj hajde! Kjo luftë jona është e drejtë për ta shpëtuar pasurinë e Kosovës nga këta kriminal që na kanë zaptuar dhe kooptuar në çfarëdo aspekti. Këtë për fund nga ana ime, mund t'ju them se sot janë arrestuar, sipas informatave tona, mbi 60 aktivist të lëvizjes së vendosjes. Secili prej tyre, po them secili, pa asnjë përjashtim, është arrestuar në mënyrë të dhunshme.
por në fund të fundit, le ta kenë të qartë dhe mund t'ja u dërgoj edhe këtë mesazh, le të na arrestojnë edhe krejt njëre, sepse nuk do të ndalem. Kena me dojë në shku të Benafi, edhe me vnu qëto stikera, po edhe qëto. Të zindet një rast i një shteti serios, i cili pas lirimit nuk i ka ndryshuar raportet tregtare fare me shtetin cilin e ka okupuar. Ne ose do ta dëgjojmë çfarë po thotë qeveria për ekonominë e Kosovës, ose do t'i dëgjojmë prodhuesit e Kosovës. Prodhuesit e Kosovës po thonë që importi nga Serbia po na shkatron potencialitetin. Dhe votojmë tash. Pas votimit të mocionit mbi reciprocitetin e plot politik, ekonomik e tregtar ndaj Serbisë nga ana e Kuvendit të Kosovës, siç e dini deri më tani nuk është ndërmarrë asnjë hap nga ana e qeverisë për implementim. Në rast se qeveria shkel mbi këtë akt të plotësueshëm të Kuvendit të Kosovës, atëherë hapi i jashtëm do të duhet të ndërmerret nga lëvizja e vetëvendosjes, që do të ishte blokimi i 2 pikave doganore të Merdarës dhe të Dheut të Bardh, që do të duhet të bëjmë 14 janar. Aksioni ynë është aksion kundër Serbisë, jo kundër Serbisë, as Kosovës, as Serbisë, jo kundër policëve, edhe është protestë paqësorë që është e lehtësishme. Zakonisht ka përfunduar tragjikisht me do të jenë të rinj që në një farë mënyrë po viktimizohen. Rrugës duhet të jetë e pastër, i keni 5 minuta, për me liru rrugën, për ndryshe. Policia duhet edhe obligohet edhe të ta lirojmë rrugën me mjetët që kemë dispozicion. Mënyrës se si jetë i vepru, po i nxit tensionin në Kosovë, po i çon te limiti. Absolutisht, qeveria i ka nxit. Qeveria i ka nxit ma gjuhë, e cila është gjuhë e dhunshme, e cila është gjuhë jo paqësore, e cila është gjuhë friksuese e kërcënuese.
penguar me pimin qytetare për shkak të vendimit të Bayram Xhepit, i cili nuk po e bllokon Serbinë, po po bllokon Shqipërinë. Koncepti i një nacionalizmi të identifikohet me dallimet, me distinksionet midis meje dhe atyne. 50 ditë më të mira të prodhuesve vendor kanë qenë prej 26 korriku deri me 15 shtator. Ata thonë ditët e artën në këto 12 vitet e fundit. Sepse Serbia është problemi kryesor i prodhuesve vendor, me qenë se ajo i subvencionon prodhuesit serb, edhe ata vinë me çmime super të lira këtu. Madje prodhimi vendor është i lidhur me ekologji. Sot në botë të gjithë të gjelbërit e duan prodhimin vendor, sepse transporti i importeve të largëta është kryesori për ndotjen e ambientit. Mashim Thaçi djena ka treguar se me që i ka 59 deputet, mund ta sjell edhe Serbinë mrena në Kosovë. Kjo është diktaturë e numrave. Nuk mund të ketë numra kundër Republikës. Nuk mund të ketë numra kundër sovranitetit. Nuk ka numra kundër shtetit. Numra ka vetëm për çështjet e diskutueshme. Sot në për gjipat e UNMIK-ut, aty ku është UN e kemi shkruar fund. Sot në Kosovë sundon regjimi antidemokratik i UNMIK-ut, që njëkohësisht paraqet edhe një administratë kolonialiste, që është e përkohshme pa afat, tash 6 vjet, e cila ka krijuar një sistem politik dhe e kontrollon atë. Gjipat e UNMIK-ut janë shprehje e aspektit kolonialist të UNMIK-ut, sepse ata vetëm gjipa kanë, se Kosova u duket herë si shkretire, herë si gjungull. Në fakt, ata duan që Kosovën, me ose pa dashje, po e shëndrojnë në këtë paragjykim të tyre. International Protectorate, as an expression of global governance, needs to constantly criticize its own creation. The new political system, the local political elite, the local administration, the local corruption. By constantly denouncing its own creation, the International Protectorate is exposing its own failures. Out of this downward spiral of delegitimation, a void is created, an opening which allows vital space for a new politics to arise. A new political movement is born out of the negation of this deteriorating status quo. From stability of crisis, we move to the crisis of stability. Keeps the country stable in the face of utter destabilization. The aim is to preserve the status quo and, instead of having stable progress, to name stability as progress.
While national capital imposed colonialism and imperialism, multinational capital brought international protectorates. Peace is no science. There is no such thing as peace building. Peace is no art. There is no such thing as peace creation. Peace in an international protectorate is industry. The international protectorate's army and police are the factory of this peace industry. Demonstratat kanë me artë të rrit. Kjo është veç fillimi, monin men. Gjithmonë nuk konë qështu. Shqiptarët gjdo 7 vjetë vetë disohen. Në 74-ën, kur era autonomia, thëshin Republika është veç emnin se ko. Në talë të nishin nuk po që si shkon Republika. Në 90-ën e shpallën Republikën, thënë, u ba shteti. 97-ën nuk po si shkon shteta. 99-ën thënë u shlirum. U kry puna, ardë natoja. Tash në 2006 ma 7 vjetëve, po shijet që si shkon qashtu. Se 25% territorit, ku ju s'keni qasje heq, e kontrolon Serbia. Me pa qenë që ki pushteti joni, ju kishtu që atje. E për shkak se pushteti është i huj, ju bjen qëtru. Sa ma heret me marrë vesh që këtë punë, ma mirë është edhe për neve, edhe për neve. A mas keshti është nëse e mërë një vesh mas voltë. Se të njetin keni me vujtë, e besa dhe pasarësit e juj, po kena me hupe dhe nga ma shumë. 400.000 malazezve, që kanë luftu krah për krah me Sërbë, në krejt luftat në Jugosllavi, në Slaveni, në Kroaci, në Bosni, në Kosovë, ja o dhanë shtetë, a neve jo. Ata me mojt referendum, na me shku negociata, 2 milion shqipë. Me dobre pak para se me ovë që tu, mos hajde si robot që shtu. Ta manë si robot, hajde qupe i gjumit, vesh i teshat, hajde më shajo që aty një. Ma obe të shdu? Ja vjembe me menu një herë e përë si me bo një aksion. Apo boj dhe mirë, apo boj keq, më të rribën gjyra me një kombe. Se këty në robotat ju vyjë. Ushtria e Serbisë u konë ushtria robotave. Ushtria shqimtare e Kosovës u konë ushtria njerëzve. Bënu një formacion i njerëzve, jo formacion i robotave. Qka t'ju thujnë me bo? Edhe tash, sistemi kur forcohet të zgjenohet, të qetë njerëz të tu kundër teje. Një dokument ka sekrete biznisore. Në faqet parë vendoset ulja dhe thuhet ky është sekret biznisor. Pjesët që janë sekrete mbulon me të zezë, publikohet kontrata e tëra. Dhe ka qenjeni 121 kushtetutë thotë se shpenzimet publike dhe mbledhja të hyrave publike duhet bazohen në parimet e llogaridhënies, efektshmërisë, efikasitetit dhe transparencës. Është vënë për një shpenzim kapital, që thash shpendesh 70% i buxhetit vjetor, dhe qeveria ka qenë detyruar që po hije transparencës ta publikojë këtë kontratë. Ne po mendojmë se Kushtetuta e Kosovës kërkon që kjo kontratë të publikohet. 600 milion euro të këtij projekti dhe më shumë se 1 miliard euro të projektit kaluar, po të investoheshin në industri dhe bujqësi, vendi jonë do të kishte ekonomi prodhuese dhe populli i tij do të ishte i punësuar. Po shton disa herë publik se kontrata kushton 659 milionë 813.400 euro dhe 39 cent. Donë edhe ka shku specifikimi i çmimit të kontratës deri në cent. Ndërkaq për hapet kontrata shihet se aty nuk ka kurfar çmimi fiks. Kontrata variron bazë të çmimeve për njësi.
çmimet janë për njësi, edhe çmimi komplet nuk mundet më ditë kur, mundet me qenë 600 milion, mundet me qenë përmi 1 miliard. Nëse vret kontrata në çdo element, shihet se i gjithë rreziku për çdo mundësi është bartë qeveria. Kontraktori nuk bart kurfar rreziku. Dhe për çdo element riskut, ata e shtojnë çmimin. Do nëse del terreni më i vështirë, rritet kosta plus profiti. Kompania e Evershet thotë që kontrata është shumë e pafavorshme për qeverinë e Kosovës dhe nuk duhet të nënshkruhet. Kompania e Evershet, cilën e kemi paguar më shumë se 1 milion euro, që të na këshilloj për këtë kontratë dhe nuk e kemi dëgjuar ku na ka këshilluar për këtë kontratë. Ky projekt i ndërtimit të autostradës Vërmic-Prizren-Prishtinë-Merdar i ndihmon qytetarët duke u krijuar mundësi të reja të lëvizjes së lirë. Në kuadër të çmimit parashiten disa pagesa direkte në kompaninë Bechtel dhe Henkel. Për shembull, ata marrin 40 milion euro pagesë fillestare vetëm për me pru makinerinë e Vend Kosovë. Pastaj për amortizimin e kësaj makinerie marrin për çdo muaj nga 1 milion euro. Pastaj marrin para për me kthy makinerinë në vendin e tyre. Marrin para për me kthy punëtorët që kanë punuar në Kosovë në vendet e tyre. Këto çmime vlen vetëm për 3 vite, nëse punimet vazhdojnë për më gjatë se 3 vite, automatikisht të gjitha çmimet rriten për 12%. Kjo rritje për 12% bëhet në emër të inflacionit, pa bërë kurfar analizë se sa mundet me qenë inflacioni këtë 3 vjet. Do të thotë nëse teoretikisht del që Kosova do të ketë deflacion, prapë çmimet rriten për 12 vjet, për 12%, që i bën një lloj presioni indirekt në qeverinë që sa më shpejt më shku me punimin. E dëgjuam në deklarata për shtyp edhe shoqatën e ndërtimtarëve të rrugëve të Kosovës, të cilët po thonë se si vetë po shkon drejt bankrotimit, për shkak se nuk kanë asnjë kontratë publike, kanë investuar më shumë se 350 milionë euro në vitet e fundit, Bechtel nuk po i nën kontrakton ata, dhe i kanë më shumë se 4000 persona të punësuar, të cilët do t'i humbin vendet e punës si vjet, për shkak se nuk ka projekte të tilla. Nëse po i fito kam 4000 vendet punës me Bechtel, po i humbim 4000 vendet punës për shkak të kontraktorëve lokal, atëherë edhe ai argumenti se kjo është burimi i punësimit vjen unë. Shkullizot kontrata shihet se ata vetëm inkurajon të punësojnë staf lokal, mirë po në asnjë moment nuk obliguan. Ndërkaq kur shihet dinamika e punësimit, vret se numri maksimal i punëmarrësve lokal do të jetë 1533, që do arrit në vitin 2012. Do të gjitha shifrat që janë prezantuar kanë qenë manipulem, edhe plus të 1533 vet janë kryesisht në përgatitje sot profesionale dhe për cilët thuhet se do paguhen me paga jo më të ulta se tregu kosovar. Nëse mirë se paga mesatare në Kosovë është 300 euro për muaj, i bie se ata do paguhen diku deri 12 euro në ditë. 1500 punëtor nga 12 euro në ditë i bën diku 18 euro në ditë, shpenzime për paga që na vijnë neve kosovarët, për një kontratë që na kushton diku 1 milion euro në ditë. It's also important. Ky projekt është i rëndësishëm edhe si një simbol i rritjes së mundësive të shtetit të pavarur të Kosovës, të ambasadori Del, duke nënvizuar se projekti është i madh sipas të gjitha standardeve ndërkombëtare. Prapa tensioneve të mëdha në zgjedhjen e presidentit, mesazhet telefonike u treguan efikase në drejtimin e ngjarjeve në kuvend. Votimit për president, i nominuari për të bërë simboli unitetit të Kosovës, duket se ka qenë më shumë i zënë me leximin e mesazheve elektronike në telefonin e tij mobil. Sipas asaj që ka zënë fotokamera e publikuar të mërkurën në kohë ditore, ishin instruksione për sjelljet dhe pritjet gjatë votimit të tensionuar dhe në momente shumë të paparashikueshme. Pjesë e SMS-ve ato më relevantit në lidhje me procesin e votimit për president, shihet se janë dërguar pacollet nga këshilltari i tij, Esat Pushkar. Pushkar edhe pse i ri në moshë, duket se i njeh mjaft mirë politikanët. Në vetfaqen e tij personale ka postuar foto dhe me kryeministrin Hashim Thaçi. Fotot që tregojnë mesazhet dëshmojnë atë që duket të jetë një korruptim i procesit demokratik të Kosovës, ku ambasadori Del duket i shqetësuar me ngjarjen pas ndërprerjes së votimit të dytë. Ai komunikon me dikë që nuk duket të jetë informuar për ngjarjet dhe ambasadori i shpjegon. Aty komentuan mundësitë se kush mund të jenë deputetët që nuk po e votojnë si president. If they force new elections, the game is wide open.
Ju vazhdimisht po thirrni deputet PDK-s, kemi kontribu, kemi sakrifiku, kemi kontribu. Keni qenë komandanta 1 vjet, e 14 vjet biznismena. Nuk është 14 vjet komandant lufte, 1 vjet biznis, po 1 vjet komandant e 14 vjet në biznis, prandaj edhe nuk harru kur keni qenë ju komandant. Angazhimi për çështje kombëtare është obligim, borxhi secilit prej neve sa të jemi gjallë. Të vetmit që kanë kryer obligimin janë dëshmorë të kumbit. Pasojat të kësaj marrëveshje janë afatgjate. Dhe gjitha këto pasoja i bartin edhe brezat e ardhshëm. Prandaj nuk është në rregull që ky kuvend të ratifikojë këtë marrëveshje. Ju i dini shumë mirë kush janë këta. Ju e dini korrupsionin, krimin e organizuar, edhe i dini gjitha krimet që i kanë bërë këta. Ju s'po flisni. Pra, ju fliseni të vërtetën. Ambasadori amerikane, zoti Shbogar, të gjithë ambasadorët, ju e dini çfarë kriminala janë këta prapo meje. Por ju duhet të flisni. Flisni të vërtetën, s'ka nevojë ta mbështetni vetëvendosjen. Kjo marrëveshje nuk i normalizon marrëdhëniet në mes Kosovës dhe Serbisë, as në mes shqiptarëve dhe serbëve, por përkundrazi, i ndan edhe më shumë popujt dhe konkretisht e ndan edhe Kosovën në 2 entitete. Dëshmorëve u ndrove flamurin, u aqarmatose ushtrin, ja vrave qëllimin, ja shpërbleve armikun. Dita e sotme ka dëshmu që vullneti i njerëzve për me qenë të lirë, për me pas drejtësi e barazi, është i pandalshëm. Nuk ka qizme dhe nuk ka njësi special që e nalë vullnetin tonë. Nëse kjo marrëveshje së bashku me planin e zbatimit votohet nga deputetët, pra ratifikohet, do të thotë që në Kosovë do të legalizohet që asnjë shqiptar në veri nuk mund të jetë gjyqtar, prokuror, mësues, mjek, pedagog, polic për popullatën serbe, vetëm sepse është i lindur shqiptar. Kësaj edhe politika, edhe etika reduktohen tek etnia. Për më tutje reduktohen tek etnia serbe, e cila merr status të privilegjuar gjithandej në Kosovë e mbi Kosovë. Serbia po vazhdon të sfidoj Kosovën në çdo aspekt. Një prej sfidave kryesore del të jetë ministri Aleksandar Jablanović. Ministri për kthim dhe komunitete Aleksandar Jablanović ofendoi rënd protestuesit e djeshëm në Gjakov. Kjo është festë e shenjtë dhe e madhe, e gërsirat që i parandaluan serbët për të ardhur në shtëpitë e tyre të djegura nuk do t'i shërbejnë askujt. Ne do të kërkojmë llogarin nga ministri i brendshëm për këtë që ndodhi. Votojmë për shkarkimin e Jablanovićit si kreu i listës serbe nga qeveria e Kosovës. Luftoj të gjithëve, kush është për shkarkimin e Jablanovićit? Gjithë këto vota për shkarkimin e Jablanovićit nuk ka administrat e sekretari që i numëron. Prandaj miratohet. Jablanovići duhet shkarkohet.
Në fund të protestës, Albin Kurti I ka dhënë ultimatum Isa Mustafës që ta shkarkojë Aleksandr Jablanovicin deri të hënën në orat 16. Nëse një gjë e tillë nuk do të ndodhë, protestuesit do të kthehen të martën në shesh. Në mënyrë pasore, mi largu rrethojat dhe me liju qytetarëve me protestu në sheshin, sepse sheshi është joni, jo I qeverisë. Zgjedhën I popullit, veç që ne çfarë po bojnë. Por Jabllanovici çfarë bojnë. Mos më mshël hiç mos më mshël. Aleksandr Jablanovic nuk është më ministër I qeverisë së Kosovës, tha kryeministri. Nuk tregoi nëse e shkarkoi apo I ia dha dorëheqje. Shoqet dhe shokët pranishëm në këtë takim. Shpresa na është dhënë për shkak të pashpresë. Kështu e kishte përfunduar një esej tijen për gjetën filozofi gjerman teorisë kritike Walter Benjamin. Dhe vërtet nuk ka vend gjeografi e as mod historik ku flitet më shumë për shpresën, për besimin, se sa aty kur numri I pashpresëve është I madh. Të dashur aktivist e simpatizant të lëvizjes së vendosur. Ne jemi të pakorruptueshëm për shkak se jemi të ndryshëm. Ne nuk jemi të ndryshëm se jemi të pakorruptueshëm dhe vetëm se jemi të pakorruptueshëm. Dhe këtu jemi një me popullin, por me popullin e angazhuar politikisht, me popullin e protestës dhe të ndryshimit.
kuptim me pamje, me pak koment, me vjen muzikore që tregonte edhe gjendjen emocionale të aktivistëve të vendosjes, Elvis. Ka qenë pika më kulminante, mund të themi, për të mirë fitoria e Komunës Prishtinës dhe për të keqe dy dëshmorët tuaj? Po, në filma djetëve janë vendosur afër njëra tjetër si situata, jo për të treguar që temi polet e realizimit, ose sakrificës. Nuk e kemi pas të hallin të dhënia e... Sakrifica dhe shpërblimin e një farë, se marrja e Prishtinës? Se kishim për këtë, më shumë ishin sepse të dyja situatat edhe aktivizmi përfitore dhe aktivizmi për rezistencë tek ne kanë njëjtin emër. Kush reziston fiton dhe kush fiton reziston. Fitoria këtë ka çdo lloj kontributi tjetër për një paqe sociale me çdo kusht, për ne është mungesë rezistence dhe një lloj dembelie, një lloj përtatësie, një lloj pasivizmi njerëzor, pasivizëm shpirtëror. Shumë herë kemi prekur këtë idenë, këtë raportin e idesë me trupat, madje Hyshamedini e tha di edhe në prezantimin e filmit që këtu është çështja, ideja duhet ndiqet nga një trup dhe ideja duhet i shërbejë një trupi. Përkundër kësaj ne, në shoqërinë shqiptare, shoqërinë shqiptare gjitha trojeve, kemi një lloj shkëputje mes idesë dhe trupit. Këtë e kemi thënë edhe në raste tjera, por filmi pikërisht kur vendos trupat cilët jepen pikërisht për rrugën e Kosovës, dhe nga ana tjetër trupat cilët po e festojnë fitoren e Prishtinës, është një lidhje e shkurtër e natyrshme që nuk e lejonte, për shembull në këtë lloj dokumentari, një paraqitje kronologjike të ngjarjeve. Këtu nuk bëhet fjalë për një vetëvendosje e cila progreson. Të themi të drejtën, vetëvendosja si aktivizëm politik mund të ketë ecur përpara si masivizëm politik, por temat e vetëvendosjes janë ato që historikisht kanë qenë të njëjta për popullin shqiptar. Vetëvendosja vetëm po i mbron këto tema, e ka ardhur radha këtij lloj grupimi, kësaj lloji organizate të mbrojë temat, të cilat janë gjithmonë çështja e kombit shqiptar. E kuptoj. Po besoj këtë në parimisht këtë e thonë të gjitha partitë, që po mbrojnë interesat kombëtare, po mbrojnë... Jo, më vjen keq. E thonë, për të thënë e thonë, nuk e di sa e bëjnë pastaj, kjo është për të diskutuar. Po për të thënë e thonë të gjithë. Nëse ka në një vend... Ku është veçantia e vetëvendosjes? Nëse ka në një vend në Evropë, ku partitë politike e thonë me shumë ngurim fjalën komb, është vërtet janë treva shqiptare. Mund të thuash komb, mund të thuash kombëzim, nacionalizim, në formën e shtetëzimit, mund të thuash nacionalizëm, në formën e akuzës, që bëhet zakonisht, mund të thuash bashkim kombëtar në formën e projektit. Janë këto forma që dallojnë partitë politike. Vetëvendosja e ka shfaqur që në fillim këtu nuk bëhet fjalë për maksimalizim të shijeve shoviniste të një etnie. Jo, bëhet fjalë për maksimalizim të kapacitetit shtetformues të një kombësie, në bazë të një gjuhë. Hyshamedin, nuk e di nëse do të shtosh diçka për këtë që po thoshte Elvisi, apo të bëjë një pyetje në lidhje me vetëvendosjen. Është lëvizje apo parti politike, dhe ku është dallimi? Ajo që nga emërtimi është lëvizje, do të thonë asnjëherë nuk është konstituar si parti politike, do të thonë në kuptimin e lëvizjes që është brenda shoqërisë, do të thonë që lëviz për brenda shoqërisë, bashkë me shoqërinë të përpiqet ta lëviz shoqërinë në një drejtim, dhe në këtë kuptim nuk është vetëm parti politike, si thosh, e konstituar si parti politike që në plan të parë ka agregimin, artikulimin interesa, marrën në pushtet të tjera për të realizuar projektin e vetë politik. Edhe partia e lëviz përpara? Në këtë kuptim... Apo jo si lëvizja? Është një problem dallimor këtu në kuptimin e një lëvizje që synim më të madh ka emancipimin shoqëror politik të një bashkësie, se sa marrjen në pushtetit për ta qeverisur këtë. Kështu që në këtë kuptim ka një dallim të madh midis një lëvizje që formon një mendësi, një liri tjetër, një emancipim popullsie, konstituimin e një kombi në plotësinë e vet, madje të një shteti në plotësinë e vet, dallon, si thosh, nga qeverisja e një entiteti që e ke gjetur, ose supozon se është aty, si popull, si kom, si shtet, dhe mbetet ta menaxhosh në kuptimin teknik administrativ. Okej, po edhe lëvizja e kërkon pushtetin. Lëvizja e kërkon pushtetin, po këtë po themi, cila mendohet si synim më i fundit, marrja e pushtetit që të realizohet një projekt që mendohet se është i gatshëm aty, apo mendohet si një lëvizje për ta lëvizur vetë entitetin drejt vetë realizimit vetë plot. Kështu që në këtë kuptim dallon nga partitë politike,
sepse e shpall hapur, si të thush, synimin e vetë veprimit brenda shoqërisë dhe të emancipohet nga brenda shoqërisë. Pastaj ardhja apo jo në pushtet, kjo pastaj nuk është si thush qëllim në vetë. Qëllimi kryesor, si që kanë partitë politike, se qëllimi kryesor është pikërisht të vinë në pushtet dhe të realizojnë programet e vetë. Zë Durmishej, partia apo lëvizje? Natyrisht se jemi lëvizje dhe dallimi është shumë i madh mes partive dhe lëvizjes. Dallimi është edhe në mënyrën se si është themelu lëvizja, ose si themelohen partitë politike. Zakonisht një parti politike themelohet me një kuvend të cilin ka të shumë të ftuar dhe e prezentojnë një projekt të tyre, ndërsa nëse e marrim datën e themelimit të vendosjes që është 12 qershori i vitit 2005, atë ditë e kemi shkru parullën jo negociatave të vendosje për herë të parë në murin e Unmikut, dhe atë ditë janë arrestu më shumë se 30 aktivistë. Pra vetëvendosja është themelu në ballafaqim me regjimin e atëhershëm të Unmikut dhe të subjekteve politike që ishin si IPVQ, për t'i kundërshtu projektet tepër të dëmshme që po ndodhin me Kosovën. Pra dhe mënyra e themelimit është e ndryshme me partitë politike dhe vetëvendosje nuk e ka qëllim të vetin pushtetin për hir të pushtetit, por e ka qëllim të vetin është e gatshme që të heqë dorë nga marrja e pushtetit kur do qoftë që do ta sheh se subjekte tjera politike po i implementojnë projektet kombëtare, projektet për cilat angazhohet vetëvendosja. Pra, domethënë nëse vetëvendosja shikon që dikush tjetër po i bën mirë detyrat e vendit, mund të tërhiqet fare, nuk kam se tjetër prezent. Ne nuk bëjmë kompromis me çështje që janë fundamentale për qenjen tonë si këmbë. Domethënë, aty s'ka kompromis dhe ne e synojmë pushtetin vetëm për të realizuar këto projekte, po jo për hir të benefiteve që t'i sjell pushteti. Më falni, vetëm të rimarim këtë temë, sepse ne gjithmonë Ilva ekziston problemi një edukimi historik të lëvizjeve qytetare. Ne nuk i kemi këto, kanë pas lëvizje qytetare në Shqipëri, ka pas plot, edhe lidhja e Prizrenit, për shumë është një lëvizje politike. Por kjo lëvizje politike nuk është se është shënuar e tillë nga historia. Ne kemi parë gjithmonë si data të vdekura, në fakt. E se i shënojmë një histori dhe themi lidhja e Prizrenit. Lidhja e Prizrenit është një lëvizje që vazhdon në trojtë shqiptare. Çështja është kush e mbart si grupim, kush e mbart si forcë politike, dhe ajo që po jemi duke thënë është se lëvizja dallon nga forca politike që quhet parti, se partia në fundit do pushtetin si dominim, kurse lëvizja vetëvendosje do pushtetin si emancipim. Këtë duhet ta bëjmë qartë sepse çfarë ndodh? Ne i njohim partitë politike në trevat shqiptare, në fakt çfarë po bëjnë, çështja është e dominimit të trupave. Merr sa trupa, llogarisin trupat. Më kanë kaq militant këtu, cili është ai militant? Ai që do mbledhit sa trupa, që do i blej sa trupa, do i blej votën. Do thotë nuk do ju rimë këmbi den, nuk do ju japi shpresë. Problemi është të prodhosh qytetar që mbështesin një projekt politik. Ne zakonisht i kemi ndarë këto në parti politike dhe shoqëri civile. Vetëm këtu duhet ta kuptojmë se si e kemi partizuar ose partikularizuar politikën dhe si e kemi civilizuar shoqërinë. Mjafton të kuptojmë këtë lloj skizofrenie. Si keni marrë këtë kontributin që keni dhënë për civilizimin e shoqërisë? Si mund ta marrë? Kjo është pikërisht ajo kemi vërtet e kemi reguluar, kemi ndrequr disi cilësinë e veshëve, që thoshte Hüsamedini. Do thotë tani njerëzit shumë herë njerëzit nuk duan të dëgjojnë sepse s'kan shpresë. Thjesht, i mbyllin veshët, thonë më mirë të mos ta dëgjojmë këtë gjë se ne nuk kemi takat, nuk kemi fuqi ta bëjmë një gjë të tillë. E pra në qoftë se ekziston një grupim që thotë fal këtyre të thënave, ne jemi ende aty gjallë dhe madje jemi më të fuqishëm se kur, ka mundësi që veshët të fillojnë të hapen. Dhe na duhen vërtet njerëz që kanë gjithë shqisat. Po sen. Sa i përket kësaj, për shembull, në vitin në fillimet tona, në 2005, 2006, 2007, ne kemi pas shumë pak hapësirë mediale për dalë dhe për t'i shpjegu këto që ka pëndodhin për Kosovën. Atër kanë qenë decentralizimi etnik që implementojnë Kosovë, mandej këto zonat e veçantara të kishave manastirëve ortodokse, dhe ne thjesht me tubime me qytetarë mundoheshim që t'ja shpjegonim qytetarëve dëmët e mëdhaja që do t'i ketë Kosova në të ardhmen. Tani është situata ndryshe, sepse tani qytetarët atje
po jo vetëm Kosovë, e kanë kuptu se gjithë shka që ka thënë vetëvendosja ka dalë e sakt. Dhe tash njerëzit po bashkohen me vetëvendosjen sepse po shohin se ne e kemi sinqerisht atë që e themi dhe veprimet tona janë veprimet të sinqerta drejt realizimit të thjesht të këtyre projekteve, realizimi drejtës për vetëvendosje e kështu me radhë. Domethënë, kjo ka ndiku shumë sepse vetëvendosja prej themelimit e deri më sot nuk ka pas rënja asnjëherë. Gjithmonë ka pas ngritje, ka pas tendenca për zhdukjen e vetëvendosjes, që ka qenë viti 2007. Mirë po, gjithmonë është rrit vetëvendosja dhe sot gjitha sondazhet po e qesin si subjektin e parë politik në Kosovë, që thjesht vetëm duhet të vazhdojmë kështu dhe... Disa largime dhe i keni pasur nga radhët tuaja, nga vetëvendosje? Po, gjithmonë do të ketë ardhje, dalje, sepse njerëzit vinë dhe nuk e gjenë vetën aty dhe dalin, me rëndësi është vetëvendosja ecën, vetëvendosja rritet. Jo, kanë qenë largime për shkak të mënyrës si po funksionon vetëvendosje, të qenurit kundër gjithçkaje, rrugës që kanë ndjekur për të protestuar, Hysamentin. Unë mendoj se vetëvendosje ka shumë më tepër pro se sa kundër. Prandaj thashë, është shumë e rëndësishme të veçohet se është një lëvizje vërtet emancipuese dhe krijuese e kolektiviteteve, qofta i shtet, kombë, popull e tjerë, entitete që janë të rëndësishme për politikën. Kështu që ajo ka vetëvendosje sjell si lëvizje është pikërisht emancipimi konceptual. Dhe në këtë kuptim ka aq shumë propozime pozitive sa këto është të vështirë sigurisht të përmendën dhe të numërohen, por për shembull vetëvendosje ka propozuar dhe sjell pozitivisht si tush konceptin e vendosjes së njeriut si qenie njerëzore dhe e subjekteve të tjera në konceptin dhe në filosofinë e lirisë, përballë asaj të determinizmave të ndryshëm nga rrethanat, nga faktorët e jashtëm, nga fataliteti, si tush, i një popullit të vogël. Ky është, si tush, një propozim pozitiv. Në qoftë se kjo dikujt i duket e rëndë dhe pa durueshme, sigurisht vjen aty dhe pastaj kupton që nuk e kthen dot lëvizjen vetëvendosje nga filozofia e lirisë te ajo e robërisë. Edhe ai ikën. Vetëvendosje për shembull ka sjell propozimin ose si tush do ta vendos politikën shqiptare, të menduarit shqiptar, kombin shqiptar, shoqërinë shqiptare mbi konceptin e vullnetit autentik shqiptar. Doan që të mos fshihet ajo që është vullnet që mund të artikulojë qenia shqiptare dhe përkrasit e saj, e në qoftë se dikush pastaj këtë e gjen si kufizim për te, largohet nga vetëvendosja, sepse vërtet nuk do t'i shkojë mendimi i tij që ne të mos jemi autentik dhe ta fshehim qenien shqiptare në rajon e kështu me radhë. Kështu që në këtë kuptim propozimet e vetëvendosjes janë pjesa më e madhe janë pozitive, domethënë konstruktive, çka të bëhet, që të bëhemi. Por në përgjithësi, një pjesë e mirë e protestës së vetëvendosjes është kundërshtuar nga ndërkombëtarët, për shembull, nga mbështetësit kryesorë, Bashkimi Evropian, Washingtoni, ambasadorët amerikanë kanë qenë hapur kundër vetëvendosjes, nuk i kanë takuar deri vonë liderët e tyre. Ta vazhdojnë që këtë linë e hysës pikërisht të këto prurë, se kjo ka rëndësi. Këto janë pyetjet esenciale që i bëjnë vetëvendosjes, që janë pse përdor gaz, pse ke keq punën me ndërkombëtarët. Kjo është pyetja e zakonshme që na vjen. Dhe unë po thoshja që parë, vetëvendosja në këtë kuadër që thot Hysa, ka ftuar në një kuptim të ri të politikës. Do thotë nuk ndahet parti politike e shoqërisë civile. Vetëvendosja është një lëvizje politiko-civile. Po filluam t'i ndajmë, atëherë procesi ka marrë fund. Se çfarë do thotë? Partitë politike po ndajnë zonat pushtetit, ndërkohë që shoqëria civile po ndajnë zonat projekteve. Dhe në këtë moment ne na krijojmë trupa vërtet inert, trupa të vdekur. Lëvizja do gjithmonë politiko-civilen ta përziej, sepse vetëm në këtë formë krijon të drejta dhe po themi frym kushtetuese të angazhuar progresive brenda shoqërisë, themelon shoqërinë ditë për ditë. Okej, frym kushtetuese duhet parë, se dhe shumë kushtetuese me ngjarje çfarë ka ndodhur në parlament nuk ka qenë. Pikërisht, ja, po jo këtu qëndron gjithë problemi. Se cilat e lexojnë këtë? Tani Ilva të jemi vërtet nuk është puna të jenë gazetarë dakord me vetëvendosjen. Çështja është gazetarët duhet të jenë dakord vetëm me mediumin që prodhojnë ata. Thuhet pikërisht pra që ne ishim me gazin plotësillës kemi dëmtuar trupat kushtetuese. Po nuk thuhet kur që qeveria e hodhi totalisht e nxori jashtë loje parlamentit si forcë kushtetuese.
dhe ne ndalëm vetëm nëpërmjet kësaj forme të dhunshme. Se nxori parlamentin si forcë jo kështu? Tani kjo është historiku i vetë ratifikimit të marrëdhënieve si ka ndodhur si deputetët Qeveria janë pretendon që solli alienuar. draftin të diskutonte për marrëveshjen dhe ju nuk e lata se diskutohej. Deputetët, të kaluat direkt në ne po veprime flasim për radikale. deputet të alienuar, vetë zgjedhje, kur shohim zgjedhjen e Thachit ne kuptojmë që nuk kemi të bëjmë me parlament, kemi të bëjmë me rreshtim 1-1, me presion i cili vjen nga të gjitha llojet e strukturave, strukturat huaja, strukturat vendase, po kemi të bëjmë pikërisht me pushtetin si dominim. Prandaj unë po them në momentin kur, dhe tani do bëj një analogji, se analogjit prandaj them historia jonë nuk funksionon. Në momentin kur vetëvendosja përdor bashkë me opozitën, duhet ta themi këtë, me opozitën, ja mbrin që të ndali seancat cilat në një farë mënyrë do t'ulin sovranitetin e Kosovës, ne kemi ende vërtet vretje për mënyrën se si e bën mbrojtjen e sovranitetit opozita. Unë do thosha jo, pse? Opozita fusin dhe vetën, edhe vetëvendosja. Opozita dhe vetëvendosja. Vetëvendosja përfshirë. Ne ende nuk kuptojmë një gjë. Pse e kritikojmë në Zogun? Ne të gjithë e kritikojmë Zogun për Shenaumin. Po nuk e dim fare çfarë rezistenci është bërë Zogut në atë kohë. Sepse ne fshim këtë pjesë të historisë. Do thotë, e përdorim sa e përdorim këtë betejën me gazin, tani do ta themi gazi, më vonë, mbani mend, pas 20-30 vjetësh, nëse jemi këtu, në qoftë se kjo rezulton betejë fituare vetëvendosjes së opozitës, do thotë ne shpëtojmë nga projekte të tilla aq të dëmshme, nuk do ta përmendim më gazin. Përkundrazi do thoshim bravo vetëvendosja. I kthehemi tani Zogut. E di ndonjëri të më thotë cili ka bërë rezistencë Zogut kur e ka dhënë Shenaumin. E pra, po ne Zogun e kritikojmë vërtet në këtë pikë sikur ka kryer një krim kombëtar. Po, ka shitur, po. Dhe nga ana tjetër nuk dim të themi kush e mbrojti trevat shqiptare nga ky krim kombëtar. E dyta, nuk dim çfarë do të thotë, çfarë është për masa e dhënies. Më fal vetëm për këtë se. Okej, se mora përgjigjen për ndërkombëtarët që janë kundër. Do ta themi edhe këtë ndërkombëtarëve. Do ta themi në një mënyrë apo një tjetër se kemi thënë gjithmonë. Dhënia e Shenaumit, po të shikohet historikisht, nuk është çështja se u dha Shenaumi. U dha Shenaumi dhe u zbras edhe Ohri, nga 92%, 95% që ka qenë shqiptar, është bërë 6% sot. Dhe edhe Manastiru u zbraz nga 85% dhe vendi Kongresit të Gjuhës Shqipe u zbraz dhe sot është 5-7% shqiptar. Pse se u dha ai Shenaum që është në mes, do thotë dhënia e një toke shqiptare, gjithë rrethinën e shqiptarëve e zbraz nga shpresa. Dhe ne tani e kemi prap hallin të masim cili është akt më antikushtetues, bombola e gazit që shpërthen parlament apo këto veprimet e qeverisë. Në këtë moment, po them, emancipimi është i rëndësishëm, sepse emancipimi kalon edhe përmes trupave që barazohen përpara gazit. Sepse gaz ka ngrënë vetëvendosja të ky film. Në farë mënyrë, procedura gazifikimi. Emancipimi duhet kaloj domosdoshmërisht nga rruga, nga dhuna, nga protesta? S'është dhuna, kjo është dhuna që barazon trupat përpara ides. Që ka thënë Albin Kurti me shprehjen përmes gazit, shemi qartë. Këto janë formulat të cilat ne na japin një kuptim si tre politike. Po, Hysen, këtë diçka po? Jo, duhet kuptohet se gazi lotësies në parlament heqet për 5 minuta, ndërsa po të implementohet zajednica, nuk do të heqet ndoshta asnjëherë. Dhe tash janë 2 projekte të cilat e rrezikojnë qenien tonë. Dhe ne, siç e thash edhe më herët, me këto çështje nuk bëjmë kompromis. Nëse tentojnë përsëri me sjell humbjen e 10.000 hektarëve tokë me afal Malit Zi dhe me implementu zajednicën në Kosovë, gazin lotësielës më vonë nuk do ta përmendi fare, sepse nuk do të jetë asgjë gazi lotësielës, ka do të jemi në gjendje si vetëvendosje të bëjmë. Me dëmet që do jenë shkaktuar ndërkohë. Jo, edhe si vetëvendosje të bëjmë për të mos me leju implementimin e këtyre 2 projekteve. Sepse këto nuk duhet të realizohen në Kosovë. Nëse bëhet zajednica në Kosovë, thjesht qytetarët e Kosovës, shqiptarët e Kosovës duhet i kapin valigjet edhe të ecin nga Kosova. Nuk do të mund të jetojnë atje. Janë dëmet e pariparueshme që i ndodhin shtetit Kosovës dhe të ardhmës shqiptarëve në përgjithësi, sepse nuk rrezikohet me zajednicën vetëm shqiptarin Kosovë. Rrezikohet qenia e kombit shqiptar. Do të thonë qëllimet e Serbisë janë përtej Kosovës, sepse gjithmonë kanë qenë.
Okej, po ka një pjesë të popullsisë, besoj edhe në Kosovë nga ata që ndjehen pak të lodhur nga veprimet radikale të vendosjes. Dhe thonë që ne duam të vazhdojmë përpara me shtetë me mbështetësit tanë ndërkombëtar dhe nuk duam këtë lloj mënyre që propozon vendosja. Mirë po, nëse ne gjithmonë jemi kritiku për metodat që i kemi përdor, për gazin lëtësjelës, për protesta që janë quajtur të dhënshme, në anën tjetër vetëvendosjes po i rritet për krahja, këtë si do ta shpjegojnë të tjere të cilët akuzojnë vazhdimisht se ju po përdorni dhunë dhe po humbni për krahjen. Jo, kundërta është. Qytetarët secilën herë janë të e kuptu vetëvendosjen më shumë dhe po bashkohen rreth vetëvendosjes. Dhe kjo është e mira e këtë kësaj. Mirë, do të ma thuash pas publicitetit. Rikthejmë se kam një shkëputje të shkurtër. Rikthejmë pjesën e fundit të debatit. Pavarësisht mënyrës radikale që ka zgjedhur vetëvendosje, po thoshte zoti Durmishi, radhët e lëvizjes po shtohen, Nisamedin. Janë mbledhur disa çështje që kërkojnë fakt trajtim veç e veç. Mund do t'i përmbledh ndoshta në një fjali. Ajo që është e rëndësishmja, e veçanta, e vetishmja e vetëvendosjes, është të na sjellë në pah një nga burimet më të rëndësishme të fuqisë politike dhe të njeriut përgjithsisht, që është të menduarit. Dhe shofë se prapa gjithë vërejtjeve që i banë vetëvendosjes, që ndronë si tushë aftësia ose një farë neverie ndaj të menduarit. Kështu që në qofë se do të flasim për burime fuqie të një populli, si që na thuhet se jemi pa fuqishëm, atër ky burim do të duhet të gjendej në të menduarit. Ne jemi të pa fuqishëm sepse mendojmë mbrapsht. Sepse na është kultivuar, na është thënë vazhdimisht si në ato dhomat e torturave psikologjike ku tjetët i përsëritet aq shumë në njëjta gjë sa i fillon të mendon. Ne na është përsëritur aq shumë na janë përsëritur disa formula të gatshme, për cilave nëse nuk shkëputemi, do të mbetemi kështu siç kemi qenë 2000 vjet, se në 2000 vjet jemi në robëri pa shtet. Kështu që shteti nuk formohet ashtu siç thonë ta, ka gabim vetëvendosja, ta formojmë mirë shtetin dhe institucionet. Me këtë të menduar nuk krijohet kurrë. Dhe prandaj vetëvendosja thash do të qëndrojë brenda shoqërisë, që prej andaj ta krijoj njëherë entitetin mendor që e krijon shtetin. E kuptoj, po kjo shoqëri, një pjesë e cilës bezdise nuk bie dakord me mënyrën e vetëvendosjes. Detyra vetëvendosjes është të sjellë mendët, të sjellë mendimin të këta njerëz që janë thash torturuar nga përsëritja e vazhdueshme e jo mendimit dhe që pritojnë të mendojnë. Domthon, po ta sjell këtu një gjë, se këto mund të duken disi fraza që skapën, dhe kjo është fatkeqësia jonë. Unë du të kujtoj këtu vetëm një thënie të një bisedë të Platonit me një prej sofistëve. Mua më pëlqen shumë, nuk është shumë e thellë ajo që thotë, është më shumë lojë fjalës, por kur Platonit i tha se gjërat materiale, domethënë empiricisti i shoh, sepse i shoh, ndërsa idetë tua nuk i shoh, Platoni tha kjo ndodh sepse ti ke shqisa, ke sy, mund të tjera dhe i sheh. Po të kishe mend do i shikoj edhe idetë, sepse idetë shihen me ndrisht, nuk shihen me shqisat që kemi. Në këtë kuptim, në qoftë se ne nuk ndrojmë... Është pretenciozi kjo nga vetëvendosja që do japi dhe mend? Absolutisht, është i vetmi pretendim, jo pushteti. Absolutisht. Ky është emancipimi, domethënë të sjellësh të menduarit, të qenjet njerëzore që pritojnë të mendojnë. Prandaj thonë, mos filozofë na çove kaukën me filozofi, s'merr kush vesh çka po thu, duhet me qenë konkret, për shembull, zero korrupsion. Sigurisht ai vazhdoj. Nuk do të japi malizi as 1 milimetër me demarkacion. Sigurisht nuk do jap 1 milimetër, sepse do jap shumë më tepër. Pra në këtë kuptim, në qoftë se ne nuk mendojmë pak abstrakt, dhe të kapim atë që është më abstrakt, ne nuk kemi për të mundur të krijojmë as shtet, as shoqëri, as asgjë. Okej, Bashkim, ke një përgjigje për këtë pjesën e radikalizmit dhe asocimit që i bëjnë shpesh herë vetëvendosjes me një frym rebele, radikale, te jetë ashpër? Po, për këtë unë po marrë rastin tim personal, se është edhe pak gallat. I gjendur në Prishtinë 2 vjetësh duke punu me muzikantët më të mirë Prishtinës, me një grup njerëzish me pasion, punë pa fund. Krijoj këtë lidhjen me muzikën, me filmin e vetëvendosjes, njohjen me antarët, me aktivistët e vetëvendosjes, dhe në një moment caktuar e gjej veten në kufirin mes Shqipërisë dhe Kosovës dhe mund ndalohet hyrja në Kosovë.
Dhe aktualisht e ketë ndaluar? Mund ndalu hyrja në Kosovë dhe mu thaj që jam i rrezikshëm për shëndetin publik dhe për marrëdhënien ndërkombëtare. Ky është absurdi. Pra, nëse ky është radikalizmi, nëse njerëz si rasti im që kanë këtë lloj qasje fare artistike, kuptimin e plot fjalës, quhen radikal, sepse prodhojnë në raport me këtë lloj besimi, me këtë lloj bindje, që është bindje kombëtare. Atëherë nuk di çfarë them. Nëse ky është radikalizëm, atëherë po, jam radikal, sepse këndoj edhe kam edhe emrin Bashkim. Ky është problemi i madh. I bën që mos lejohem të kaloj sepse kam emrin Bashkim. Jo, e kuptoj, po Bashkim, sa realist është kërkesa për bashkim të trojeve, për bashkim kombëtar? Aq realiste sa Inmat ja ka vu emrin djalit vet. Shka ishtë realiste. Me qëllim që sa realiste apo idealiste? Kjo është absolutisht realiste. është idealizëm i këtij realizmi. Përgjigja e Kimit është shumë e vërtetë. Është përgjigja më e gjetur. Në qoftë se jati i Kimit beson se është nga peja Kimi. Kjo është, domethënë, babai i Kimit është qytetar i Nderit, një gjë e tillë. Xhaxha im është qytetar i Nderit, kurse Kimi ndaloi hyrja në Kosovë në mënyrë të pa justifikuar dhe pa limit. Për shëndetin publik dhe për sigurinë e ndërkombëtarëve një gjë e tillë. Sigurinë e ndërkombëtarëve duket se është një lloj klasifikimi që është i pakuptueshëm fare. Do të thotë ne prodhojmë skizofrenia që janë dhunë vetvete dhe nuk po llogarisim, unë nga media do gjet prekeshin. Media duhet prekeshin. Ne si kemi kërkuar kur se shoqëria civile nuk ka aftësinë të kërkoj mediave llogari. Një minutë. Një shqiptari Një shqiptari që quhet Bashkim dhe që është nga peja, ka jetuar gjithmonë në Shqipëri, me familjen vetë, i ndalohet hyrja në Kosovë, mediat para duhet ta bënin çështje dhe duhet shikonin dhunë arbitraritet total. Përkundër arbitraritetin ne nuk e shohim si dhunë. Se tani i referohem prapë asaj që thot Hysa. Arbitrariteti është pjesa ideale e dhunës. Aty ku makina e dhunës bëhet madhështore, kap fuqinë e frazës, bëhet konceptuale dhe ky quhet arbitraritet. Përkundër arbitraritetit, forcat shoqërisë civile dhe shoqëri mediatike rinë të heshtura. Edhe gazi i thjesht i vetvendosis i përbën problem. Çfarë prodhojnë ndërkombëtarët? Arbitraritet total. Në film ju shikoni kur Christopher Dell me SMS merret vesh që të zgjidhet presidenti i Kosovës. Po ndërkombëtarët prodhojnë edhe pavarësinë e Kosovës. Jo, edhe njerë, trupat... Jo vetëm mesazhin për zgjedhjen e presidentit. Ta themi, trupat gjakun për dekada, për 100 vjet, për 150 vjet, sa doni ta shtyjmë historinë, që ka dhënë Kosova është materje e pa llogaritshme, ne llogarisim ca muaj të NATO-s, pas bisedash të gjata të ndërkombëtarëve me shoqëritë e tyre, më në fund janë mbritën të jepnin vetes një pozitivitet. Dhe ne këto pak muaj të NATO-s i bëjmë vendimtare mbi tërë qenien tonë. Qenia jonë është kot, dëshmorët tanë janë kot, të zhdukurit janë kot, shkatrimet janë kot, numri i refugjatëve është kot. Kjo është rendi të ditës kur diskutohet. Po mos ishte NATO, thot. Po mos ishte NATO, do kishim ca të vrarë më shumë. Po. Do ishte e njëjta linjë historike. Unë them NATO ka rregulluar vërtet raportet me veten, me të vërtetën e vet që zgjodhi Kosovën ta ndihmoj. Ne nuk themi NATO t'i thot faleminderit vetes se zgjodhi një çështje të drejtë, ne jemi duke thënë NATO bëri gabim që e mbështeti Kosovën, se Kosova në drejtsinë e vet s'pas ka pas. Po të mos ishte NATO, s'do kishte drejtësi. Pysen. Jo. Do të thot, një gjë do të jetë e qartë. Luftën e kemi fituar ne. Me përpjekjet tona, me luftën tonë çlirimtare, pa u ndal asnjëherë për çlirimin e territoreve tona të pushtuara. Na ndihmoi NATO dhe mirë bëri që na ndihmoi. Dhe tash, pasi që na pas kanë ndihmuar ndërkombëtarët që të çlirohemi, ne duhet lejojmë që të bëhet me vendin tonë çka të duan ata, edhe vendet tjera janë ndihmuar nga shtetet tjera, mirë po sovraniteti, integriteti territorial, kur të vihet në pyetje, nuk pyetet më askush. Dhe as NATO-ja, as Amerika, as ndërkombëtarët nuk kanë ndonjë arsye që të jenë kundër bashkimit kombëtar, ta them.
u bashkuan Gjermanit para 16 Jo, arsyet i kanë dhe i kanë dhënë. Preferojnë dy shtetet ndara Jo, nuk preferojnë, shqiptare në a Ballkan. dikush është kundër bashkimit kombëtar, elitat tona politike, që na udhëheqin sot. Janë kundër sepse i humbin pozicionet dhe privilegjet cilat i kanë. Nuk është çështja që bashkimi kombëtar është veç një drejt që na takon, por është edhe interes i joni si këmbë, edhe në aspektin e sigurisë, edhe në aspektin ekonomik, edhe në gjitha aspektet. Mbas 10 vjetësh bashkim, e ke menduar që ndoshta vetëvendosja ka nevojë për një rivizionim, për një rikonsiderim, riparje të vizionit vet, mënyrës të aktivizmit vet politik? Ma aq sa unë jam gjendje të bëj analizën, nuk shikoj një nevojë për rikonfigurim të aksionit vetëvendosjes, unë shikoj momentin, mbase për ky se ka kalu 10 vjet dhe mesazhi me gjitha vështirësitë që ka pas gjithsesi ka lëviz, sot jemi në Tiranë dhe po diskutojmë për këtë çështje. Dje u shfaq dokumentari vetëvendosjes. Jemi përdit me njerëz dhe gjithmonë më tepër edhe në Tiranë, edhe në vende të tjera ku janë shqiptarë, qoftë në migracion shumë, po flitet për këtë koncept. Nuk po flitet më për partinë vetëvendosje, po flitet për vetëvendosjen si koncept që na përket gjithëve, çdo qytetari, në fakt në gjithë botën, po ne shqiptarëve kemi kaq shumë nevojë për këtë koncept që ta kuptojmë, të merremi me të, dhe ta bëjmë pjesë të perceptimeve tona se si ne duam jetën. Kështu që mendoj që thjesht duhet shtrihet, duhet vazhdoj, është ky që u tha dhe më përpara që në fakt lëvizja ka njoftur rritje dhe po njeh suksese për ditë, pra gjithçka që duhet bëj është të vazhdoj të jetë e tillë dhe në kohë do marrë atë peshën dhe atë rëndësinë që e meriton. Unë do doja që vetëm të shtonte aktivitetin e vet dhe të ishte prezente gjithmonë më tepër, duke shpresuar që edhe këtu nga Tirana të marri më tepër qasje, më shumë qasje, po në këtë pikë kanë shumë të bëjnë edhe mediat, cilat do ishte mirë shumë të ishin po aq vetëvendose, bashkë me gjithë ata që e përqafojnë si koncept, që besoj që të gjithë e përqafojnë, se nuk ka si ta kundërshtosh. Se shihni problemin te media? Jo, unë nuk e shikoj problemin, nuk shikoj thjesht problemin. Ajo gjëja që mua më vjen keq, unë profesionin e kam regjizor, pra një farë mënyrë jam i lidhur me median, me aktivizmin, me imazhin lëvizjes në përgjithësi, domethënë që është kaq shumë i rëndësishëm. Mu më mungon shumë bashkëpunimi me median, më mungon shumë një farë mënyre ngacmimi që media do ishte në gjendje t'i bënte popullatës në raport me subjektet e duhura, në raport me çështjet e rëndësishme. Kjo ne na mungon. Po të shikojmë lajmet dhe përgjithësi emisione informative, ne jemi të dhunum nga informacioni që na jepet, sepse një farë mënyre amplifikohet vetëm disa elemente dhunës specifike, cilat na kthejnë stereotipe dhe normalisht askush nuk i don. Po në fakt nuk diskutohet mirëfilli për shkaqet apo për në fakt çfarë intereson me të vërtetë si qytetar pa këto lidhjet politike, interesat që janë nga më të ndryshmet. Media në këtë pikë supozohet të jetë partnere në debat, të mirë fillt. E kuptoj, dhe sa më afër interesit qytetar, po në këtë studio janë bërë shumë debate për vetëvendosjen e Kosovës. Absolutisht. Elvisi është dëshmitar. Dhe kur themi media, unë po flas parimisht media. E kuptoj, nuk marrë asgjë personale, po flas me gazetarin, me thënë drejtën, besimin më shumë e kam te gazetari, tek profesionisti, se sa e kam tek një institucion mediatik që ka interesat e veta, investimet e veta. Gazetari, nëse do t'ishte thjesht qytetar, pra do t'ishte pjesë e lëvizjes si qytetar, natyrshëm, ai do bënte diferencën me mendimin e tij. Zaminin? Kisha fjalën tek shqisa e gjashtë, themi shqisa e të menduarit, që duhet ta kemi, lidhet pak me median dhe me atë që thot Elvisi, për parë, ne do jemi më mirë nëse arrim të shkapim dhe të shohim abstraktën, të kemi shqisën e abstraktës. Për shembull, Elvisi po fliste për format e përgjithësuara të dhunës dhe që janë kthyer në abstrakt. Ne mund të shohim dëmtimin e pronës. Për shembull, të gjithë shohim kur vetëvendosja në protestat e saj dëmton vazo lulësh në trotuar ose gurët. Po. Sepse këte kemi shqisa sy dhe e shohim. Por nga ana tjetër, zhvlerësimi total i pronës në Kosovë është bërë nga mënyra e qeverisjes. Të gjithë ata që largohen nga Kosova dhe në qindra mijë, kanë prona në Kosovë. Por prona për ta s'ka më as i vlerë. Ajo është dëmtuar nga mënyra e qeverisjes. Këtë ne nuk arrim ta shohim këtë dëmtim të pronës nga qeverisja. Ne shohim vetëm atë që shihet vërtet me shqisat empirike, dëmtimin e vazove të lulet. Kush e ka dëmtuar pronësinë në Kosovë më shumë? Vetëvendosja me protestat e saj,
Dhe dënohet, kuptohet, se ka përmbysur disa gjipa, disa kamiona këto, sepse këto i shofim. Jemi se ai sofisti Platonit. Nevoja për një rishikim të filozofisë. Po të kishim mend, do i shikonim dëmtimet esenciale që janë bërë pronës. Po në esensat nuk i shofim sepse ato s'kapën më shqisat empirike. Ka nevojë për rishikim të filozofisë, të funksionimit të vetëvendosjes? Të vetëvendosjes, jo. Ka nevojë popullsia të rishikojë filozofinë e drejtashme sipas asaj që ka i propozon vetëvendosja. Të marrim një gjë të thjeshtë. Përgjigjet që kemi ne për çështjet. Pyetja që i shtrohet një teksti, ose vullneti vendos shumë. Prandaj thash një filozofi e vullnetit. Në qoftë se kam vullnetin të gjej argumentet pro bashkimit kombëtar, i gjej ato. Në qoftë se kam vullnetin të mos i gjej të kundërtën. Prandaj nuk është çështje ka argumente pro bashkimit apo s'ka argumente pro bashkimit. Po çka duam ne? E do bashkimin se do bashkimin. Ai që do bashkimin gjen plot argumente që është e mundshme dhe është e dobishme. Ai që nuk e do gjen plot argumente që është e pamundshme dhe e padobishme. Prandaj pyetja që i shtrohet një teksti e imponon përgjigjen që merr nga teksti. Në qoftë të drejtës ndërkombëtare, siç është bërë 50 vjet këtu pyetja është bërë, më tregon që nuk lejohet ndryshimi i kufive. Dhe në të gjithë kemi thënë, e drejta ndërkombëtare nuk lejon ndryshimin e kufive, prandaj ne s'mund të kërkojmë bashkimin kombëtar, se kufit janë pa ndryshueshëm, pa dhunueshëm etj etj. Unë i shtrova pyetjen, edhe unë personalisht edhe të tjerët, po të asaj të drejtë ndërkombëtare, domethënë kartët SOKB-s të Traktatit Helsinkit. Dhe i them, a mund të ndryshojnë kufit? Po, thot ai, veç se jo me mjete të dhunshme. Do më rregullon mjetet, por nuk ndalon ndryshimin e kufive. Sigurisht ndryshimi i kufive mbas luftës së dytë botërore është bërë në shumë rajone të botës, janë krijuar shtete të reja, janë bashkuar shtete që kanë qenë të ndara. Pra e drejta ndërkombëtare nuk e lejon, nuk e ndalon. Përvar çfarë pyetje i bëjmë, dhe ne vazhdimisht prandaj bëjmë pyetjen. Unë po të flisja për median që po flet. Jemi të dhunuar nga pyetjet që na bën, sepse pyetjet janë rutinore, të përditshme, e njëjta pyetje, e vazhdueshme, e përsëritur që bëhet në mënyrë të menduar pastaj. E kuptoj, po pyetjet nuk vijnë nga publiku, nga shqetësimet që shfaqen në sferën publike? Jo. Pyetjet vijnë nga gazetari. Gazetari mund të ishte më i shkputur nga publiku, të kishte krijuar mendimin e vet, të ishte vendosur në sferën e të menduarit, le të mendoj popullsia dhe masiviteti çfarë doj, njeriu mundet më pas një mendim të pavarur nga. Domethënë nuk është masa kriterit të vërtetë, siç nuk ka qenë në pohimin se toka është qendra e botës. Doli se nuk është. Domethënë se mendohet masivisht nuk do të thotë se është i drejtë. Po kërkoni pak si shumë nga gazetarët. Po kërkoj të mendojnë. Të mendojnë si çdoni ju. Jo, të mendojnë të lirë. Filozofisë që mbështesin ju. Të mendojnë të lirë, për shembull, të lirë pikërisht nga kjo që mos jam i determinuar nga çka mendon populli. Shikuesi, media, të lirohet dhe të mendoj lirshëm. Po, Elvis. Pastaj. Jo, thjesht, këtu është dallimi i lëvizje nga partitë. Nga partitë. Lëvizja kërkon vërtet që pikërisht gazetarit kërkoj shumë nga vetja dhe të bëhet, si thua, pol i një forme specifike të mendimit. Nuk është Big Brotheri. Më shi mua aty, me që unë jam budall, më kanë sjell deri këtu, çdo budall rreth meje e ka hapësinë për median. Rrim te vetvendosja. Po, te vetvendosja prap. Lëvizja si lëvizje. Lëvizja e kërkon vetë sakrificë deri në fund. Në rregull. Nuk e kërkon çdo njeriu të jetë me vetvendosjen. Jo, nuk e kërkon, sepse nëse tjetri nuk do, kurse si le mos bëhet kur. Le mos bëhet. Por ama i kërkon të jetë një herë qytetar. Me të drejtat plotat mendimit. Ne po flisim për mendimin. Çdo njeri të mendoj. Kur ne po thoshim ndërkombëtarët, atëre ai që thot gjithkohës, po ndërkombëtarët thonë, unë them, po mendoj pak ndërkombëtarët. Cilët janë ndërkombëtarët? Ndërkombëtarët është koncepti më inkonsistent. Po më flet për gjermanët, po më flet për francezët, po më flet për italianët, apo po më flet për kipriotët. Cilët janë këta ndërkombëtarë që na vinë këtu? Tani vjen puna e demarkacionit. Ne nuk mund pranojmë që vjen çdo evropian dhe thot, tani ju caktojnë patjetër, jepni 8.000 hektar Malizi, se ndryshe s'keni liberalizim vizash. Po le të mendojmë pak. Si? Po i thjeshton pak. Jo, nuk e kam thjeshtuar unë. Tani deklaratat shikoni. Kaq është ndërkombëtarit e ne. Çfarë njeh nga Evropa shqiptare? Njeh 1913-ën? Njeh ndarjet e tokave shqiptare? Çfarë një kaq të mrekullueshme nga Evropa shqiptari? Po ama kemi një grup shqiptarë që thonë, fatmirësisht që ishte Evropa, se edhe kjo Shqipëri nuk do ishte. Ajo që thotë Hysa është, si do ta shohësh historinë? Do ta shohësh negativisht, historia negativitet do të prodhoj. Do ta shohësh me shpresë do të prodhoj. Besim do të prodhoj.
Prandaj ku më thua ishe thjesht, i redukton ndërkombëtarët. Ndoshta nga që përpiqesh t'ja për shembull dhe duket sigurisht thjeshton, po ndërkombëtari nuk Çipriotët nuk di nga i gjete, për shembull, nuk e kemi parë ndonjëherë si. Unë do flas për ndërkombëtarë janë se shqiptarë nuk janë. Vendet edhe një herë, vendet që nuk, cilët janë vendet që nuk e njohin Evropën, që nuk e njohin Kosovën. Po, Çipri është një ndër. Vendet më të parëndësishme të Evropës. Vendet që kanë probleme me ta themi sot se ne duhet kemi kurajën, mos më ndërprite kjo. Ne duhet kemi kurajën si shqiptar të themi, në Evropë ne jemi të rëndësishëm po aq sa çdo shtet tjetër. Po filluam mendojmë kështu ne jemi shtetbërës. Po tham që, shikose, në Evropë ka shtetet fuqishëm, po ka dhe shtetet cilët në fakt nuk janë fuqishëm, po s'na njohin. Atëre vërtet ne fillojmë t'i vendosim gjithë përpara nesh dhe ne jemi më të pafuqishëm dhe s'kemi për të bërë shtet. Ne në Evropë nuk na njohin 5 shtetet më cop që ekzistojnë. Dhe Evropa ka një institucion në Kosovë, Spanjës, Romania, të gjithë në krizë totale, korrupsion moral, korrupsion rigjor, korrupsion ekonomik, si të duash, kriza ekonomike të papara. Tani këta 5 shtete janë ata shtete që kushtozojnë që EULEX-i që drejton në Kosovë është një organizëm që nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. A jemi kështu? A është kështu? Do të thotë, Evropa që njohim ne është, se ne kemi thënë në studion tënde këtë, dhe unë insistoj te kjo. Evropa që njohim ne është bashkësia e 5 shteteve më të dobët Evropës, këtë fytyrë njohim ne. Ama Gjermania na ka njohur si shtet. Franca na ka njohur si shtet. Anglia na ka njohur si shtet. Anglia është në pozicion disi, po themi shtet më fuqishme na njohin. 5 shtete përcaktojnë se çfarë është sjellja me Kosovën. Okej, se jam në mbyllje, për ta mbyllur. Tek e ardhmja, si do jetë vetëvendosje? Kjo që ka qenë, më e sofistikuar, më e bashkuar në numër? Vetëvendosja do të vazhdoj kështu sepse çdo lëvizje, çdo subjekt politik i cili ka deviju prej rrugës saj është zhdukur si subjekt politik në të kaluarën. Ne do të vazhdojmë të rritemi, të bëhemi edhe më të fuqishëm se sa jemi tash, në mënyrë që ta bëjmë shtetin, ta bëjmë kombin. Ju uroj suksesi, ju uroj të realizoni këtë. Faleminderit ishit këtu, faleminderit për dokumentarin dhe drejtën që na dhat për ta shfaqur. Ju kërkoni aleancë me median, besoj se në këtë studio e keni të tillë, do përpiqemi të jeni edhe më prezent në debatet tuaja. Faleminderit ishit në Tonight Sonte, faleminderit edhe ju për vëmendjen, natë e mirë. Faleminderit.